Let's Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studion e programit Music Plus dhe në këtë moment studio është plot. Jam bashkuar të ftuarat e ditës së sotme. Me mua do të jetë në një bisedë shumë të veçantë Monda Myllajmeri, Genta Hashimi dhe Monika Jarazi. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi për mua dhe vlerësoj vërtet shumë që sot jeni në studio për të ndarë nga puna juaj e përditshme, nga ky mision, sikurse është edhe profesioni mësuesit. Prandaj, për gjithë ata që janë duke na ndjekur, së pari mund të prezantoheni shkurtimisht dhe më pas do të vazhdojmë bisedën në studio. Po, unë quhem Gentiana Hashimi, jam mësuese cikli fillor tek shkolla Demokracia. Unë quhem Monika Jarazi, edhe unë jam mësuese e arsimit fillor tek shkolla Demokracia. Raimonda Myllajmeri, mësuese ndihmëse pranë shkollës Demokracia. Njëkohësisht dhe drejtuese e rrjetit profesional mësues ndihmës pranë zyrës vendore arsimore Korçë. Më vjen mirë edhe në fakt sot do të ndalemi ashtu sikurse unë e prezantova pak më parë tek dita e mësuesit, por edhe tek elemente të tjerë shumë të rëndësishëm, sikurse është gjithëpërfshirja, bashkëpunimi mes mësuesve, nxënësve, prindërve, një trekëndësh i cili duhet të bashkëpunoj midis tyre në mënyrë që të ketë një sukses në mësimdhënie dhe jo vetëm. Por së pari dua t'ju pyes, çfarë përfaqëson për ju personalisht 8 marsi dhe si e përjetoni këtë ditë si mësuese? Atëherë 7 marsi për ne është një ditë shumë e veçantë. Kjo ditë përfaqëson mirënjohje, respekt, vlerësim për figurën e mësuesit në shumë vite dhe për punën e palodhur. Si mësuese personalisht, unë përjetoj me shumë emocion, por është dhe një ditë reflektimi për arritjet, për sfidat, por mbi të gjitha për buzëqeshjet e fëmijëve dhe për parimin e tyre. Një falënderim I thjesht, një kartolinë e shkruar me shumë dashuri dhe buzëqeshjet e tyre ngele një kujtim shumë I bukur për mua. Dhe këto kujtime mbahen mend shumë gjatë. Patjetër edhe tek sa vitet kalojnë besoj bëheni gjithmonë edhe më tepër nostalgjike për vitet që kanë kaluar edhe ndoshta për ato momentet më të veçanta që por është dhe një ditë reflektimi përjetuar. Për të punuar akoma më shumë, për të rritur nga ana profesionale, sepse ka ndryshuar, domethënë koha është futur teknologjia dhe kërkon rritësi të reja. Kështu që edhe nga ana e mësuesit kërkohet më shumë rritje profesionale për të dhënë më tepër. Dhe vazhdoj pak me mendimin e kolegës. Vërtet kjo dita 7 mars është një ditë mirënjohje dhe reflektimi mbi të gjitha, por siç e thatë ju pak më përpara që misioni ynë është një mision I vështirë, që ne kemi një mision për të bërë sepse merremi edhe me edukimin e brezave. Ndër vite të cilët dhe ndryshojnë, Dhe ndryshojnë, çdo vit ndryshojnë. Pra kemi marrë përsipër një mision të rëndësishëm dhe do vazhdojmë ta çojmë deri në fund, por në të njëjtën kohë 7 mars ndoj lidhja edhe me hapjen e shkollës sonë së parë shqipe, sepse jemi në një qytet me një vlerë kulturore dhe sidomos arsimore për popullin ton shqiptar. Është hapja e shkollës sonë së parë shqipe në 7 mars të vitit 1887, e cila lidhet edhe me festimin e ditës së 7 mars së mësuesit. Si e përjeton këtë ditë? Emocion, mirënjohje, reflektim. Po, Monika. Çdo ditë 7 marsi më sjell ndërmend punën ndër vite që kam kaluar. Më kujtojnë brezat
që kalojmë çdo 5 vjet. Më kujtojnë tipe të veçantë nxënësish, të cilët kanë patur probleme, por me kalimin e kohës kanë arritur t'i kapërcejnë. Dhe kjo na sjell ndërmend që duhet ta vazhdojmë punën tonë me sa më shumë përkushtim dhe t'u falim fëmijëve sa më shumë dashuri. Ju sa po përmendet në këto momente që më kujtohen karaktere, tipe të ndryshëm, nxënësish, fëmijësh. Të gjithë janë të veçantë, kanë veçoritë e tyre. Ju si mësuese lini gjurmë tek ata, jam e sigurt ndoshta shumë më të madhe. Besoj që edhe karakteret e tyre ndikojnë tek ju apo jo? Dallojnë, po. Por kjo, domethënë, vërehet edhe në mirënjohja e prindërve, ndër vite. Domethënë, vazhdon mirënjohja edhe pse kanë kaluar shumë vite. Edhe nga fëmijët dhe nga brezat që kanë kaluar, vazhdon ajo mirënjohja, respekti dhe vlerësimi. Që çdo 7 mars edhe brezat që kanë kaluar na urojnë me një vlerësim dhe me një mirënjohje të veçantë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse besoj edhe ju motivon për të vazhduar këtë mision të vështirë. Madje mund të themi që këtë ditë e përjetojmë dhe me krenari. Po, patjetër. Sepse kemi marrë përsipër një mision kaq të bukur, që është edukimi i brezave. Patjetër. Por edhe përgjegjësi kemi. Përgjegjësia është më e madhe. Që nuk është vetëm një profesion, por është dhe një mision që kërkon shumë përkushtim. Edhe për te ati orarit zyrtar, durim, sepse e di shumë mirë se si mësuesit vazhdojnë komunikimin, sidomos edhe në kohën në cilën ne jetojmë, se ndoshta vite më parë nuk ka qenë teknologjia. Ky lloj komunikimi, por tashmë edhe me teknologjinë është një komunikim i vazhdueshëm që në orët e para të ditës edhe ndoshta ndonjëherë edhe deri në mbrëmje. Edhe në mbrëmje vonë. Po. Ka prindër me të cilët komunikojmë vazhdimisht, edhe për ecurinë e fëmijës gjatë ditës, por edhe për problematika që mund të hasin vetë prindrit. A ju kanë ndihmuar kjo metodë për qenë më afër fëmijëve apo për t'i njohur ata më mirë? Më mirë, po, edhe ndihmon, po. Sepse është e nevojshme të dim, e di që është shumë e lodhshme nga ana tjetër, shumë e vështirë, por që besoj është e nevojshme që të dim edhe ndoshta ato situatat më specifike që fëmijët kalojnë në ditët e sotme, në sfida në familje, edhe problematika nga më të ndryshmet në mënyrë që të kemi një qasje që duhet mbajtur fort ai bashkëpunimi me prindrit, sepse çelësi i suksesit, mendoj unë, është bashkëpunimi me familjen dhe me prindrit. Edhe meqense u ndale këtu, Monda, çfarë kuptimi ka për ju bashkëpunimi në një shkollë që synon të jetë patjetër gjithmonë edhe më tepër gjithëpërfshirëse? Një shkollë gjithëpërfshirëse nënkupton që çdo nxënës ndihet i vlerësuar, i respektuar dhe i barabartë me gjithë fëmijët e tjerë. Por gjithëpërfshirja kërkon një bashkëpunim, si me aktorët brenda shkollës, ashtu dhe me aktorë të tjerë jashtë shkollës. Shkolla jonë ka shumë vite, ka qenë një ndër shkollat e para gjithëpërfshirëse, pal projektit nga Metpak. Dhe aty gjithëpërfshirja do të thënë ka qenë që na hapate para. Dhe ne kemi kaluar ato sfidat, sepse dhe mësueset kanë qenë të trajnuara që në fillimet e para të gjithëpërfshirjes në atë shkollë dhe të gjitha me kualifikuara. Dhe të trajnuara me temat për gjithëpërfshirjen. Edhe pse jemi një shkollë periferike me fëmijë nga jo vetëm ku frekuentojnë fëmijë me nevoja të veçanta, por edhe fëmijë nga komuniteti, fëmijë me probleme sociale ekonomike, sociale të vështira, por me bashkëpunim, sidomos bashkëpunimi midis mësuesit ndihmës dhe mësuesit klasës, është një çelë suksesi dhe unë këtë e kam ndjerë. Ne nuk jemi, për shembull, unë ty në klasë dhe ta quaj veten mësuese vetëm për nxënësin me nevoja të veçanta. Ne jemi 2 mësuese në një klasë. Edhe kjo ka ndodhur fal bashkëpunimit të kolegeve. Do thesha që në një shkollë gjithëpërfshirëse themeli është bashkëpunimi. Pa një bashkëpunim të mirë midis mësuesve dhe prindit, nuk do të kishim një rezultat. Dhe ne kemi pasur rezultate në shkollën tonë në lidhje me këtë bashkëpunim. Kemi pasur shumë. Edhe ne pas pak në fakt do flasim. Bashkëpunimi duhet të jetë edhe midis kolegëve, jo vetëm në lidhje mësues dhe prindër, po dhe bashkëpunimi jonë me njëri tjetrin, duke shkëmbyer përvojat e punës, metodat që përdorim,
tema të ndryshme që zhvillojnë në shkollë. Sepse duhet të jeni një linjë, ndryshe nuk funksionon. Të jemi të lidhur me njëri tjetrin dhe të Edhe mbështetje. dhe të mbështetim njëra tjetrën. Në Pa çdo mbështetje dhe pa bashkëpunim nuk ka ecuri. Pra puna në ekip, ku secili ka përgjegjësitë e veta, detyrat Ka e rolin veta, e vet. puna në ekip. Sepse vetë nuk mund të arrish sukses. Gjithë përfshirja njëkohësisht nuk është një projekt që mbaron për një kohë të saktuar, ai është një gjithë përfshirja është një proces që vazhdon, domethënë edhe në të ardhmen, me risi të reja, kështu që sepse dhe brezat ndryshojnë, problematikat besoj që janë të ndryshme. Nuk e di nëse mund të kujtoni vitet e para kur ka nisur ky projekt në shkollën tuaj, për ju që keni qenë prezente, edhe si ka vazhduar deri më tani, për shembull diçka që vërtet e keni vënë re që ka ndryshuar, apo një sfidë që ndoshta nuk është më, ka qenë vite më parë, dhe sfida të reja që vinë momentalisht që ne flasim. Fillimisht për mua ka qenë sfidë, domethënë. Flasim këtu e 15 vjet përpara. Kam qenë një nga mësueset e para të arsimit special, domethënë mësuese ndihmëse në gjithë përfshirjen cilësore ose brenda shkollës. Ka qenë sfidë, por tham që me bashkëpunim, duke u rritur dhe profesionalisht, duke ndjekur trajnime të shumta, ja kemi dalë. Si kanë pritur për shembull prindrit në vitet e para të kësaj qasje, mësuesi ndihmës, sepse ndoshta ishin mësuar me atë mësimdhënien tradicionale dhe e kanë pasur paksa të vështirë të kuptojnë rolin e mësuesit ndihmës në këtë rast. Mirë kanë pritur. në përgjithësi kanë qenë të mirë pozitive, mirëkuptueshëm. po. Pozitive dhe me mirëkuptueshëm. Sepse ajo ka qenë gjithnjë Në fokus në fokus vetë fëmia, Në ndihmë të në fëmijës. ndihmë të fëmijës dhe po dhe të prindit në jetë kohë. Është e vërtetë. Gjithashtu ne kemi patur dhe mbështetje nga Ministria me manuale të ndryshme, nga SKAPI, nga Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar, nga Zyra Vendore Arsimore, me trajnime të shumta në këtë fushë. Janë gjithë ata Domethënë, aktorët e nevojshëm për të rritur sikur se ne nga ana thamë, për të profesionale. bashkëpunuar. Por nuk e di nëse mund të ndani më tepër detaje se si ndikon ky bashkëpunim mes mësuesve, prindërve, nxënësve në arritjen e një gjithëpërfshirje cilësore, për shembull, nëse keni dhe ndonjë rast konkret që pozitiv që mendoni që mund ta ndani në këto momente. Që ka pasur sukses në këtë gjithëpërfshirje? Shka, siç thamë përpara, në një shkollë të tillë bashkëpunimi është themeli. Duke pasur dhe mësuesin ndihmës prezent në klasë, eksperiencat personale, ka pasur një ndikim shumë pozitiv, ka qenë në ndihmë, jo vetëm tek unë si mësues e klasës, por edhe te vetë fëmia dhe te vetë prindi. Ecuri fëmia ka pasur në aspekte nga më të ndryshmet, qoftë në lëndën e gjuhës apo dhe në matematikë, sepse vetë mësuesi ndihmës organizon një mësim të konkretizuar me mjete, me vizatime, që cilat ka fëmijë që i kanë shumë qejf pjesën e ilustrimit të vizatimit apo të lojës me kube. Ndihmon ndoshta edhe më lehtë kjo metodë. Kjo metodë dhe është parë dhe ecuria e fëmijës në këtë aspekt. Në procesi mësimor, po. Në përshtatjen e temës mësimore dhe mjetet që do përdoren në këtë orë, në një temë të saktuar, për fëmijën edhe me nevojat veçanta. Por ne kemi patur sukses edhe sepse kemi përfshirë në të gjitha veprimtarit, si brenda klasës edhe jashtë. Edhe në shkollë edhe jashtë shkollës. Dhe ata janë ndier shumë mirë, domethënë. Dhe patjetër më pas sidomos për fëmijët me nevojat veçanta, prindrit thënë në shtëpi kanë një rol shumë të rëndësishëm, sepse kjo punë duhet vazhduar, nuk mund të ketë sukses nëse ndodh vetëm në ambientin e shkollës. Një rast suksesi e kemi bashkë kemi me një mësuesën nxënës Monikën me nevojat veçanta. Në fillim ishte tepër e vështirë, domethënë me ndërhyrje që bënim ose e pam të arsyeshme të komunikonim edhe me prindin, duke informuar çdo ditë me aktorë të tjerë, por tani duke e përfshirë edhe në veprimtarinë, aktivitete, në punët me grup, kemi arritur rezultat në këtë fëmijë. Por duke patur edhe bashkëpunimin me aktorë të jashtëm. Ai frekuenton 2 qendra ku merr terapi të ndryshme dhe shikojmë që arritjet e tij janë në përmirësim.
Më vjen mirë. Ndihmëse për këta fëmijë kemi parasysh që na hartojt një plan individual nga vetë mësuesi, ndihmës në bashkëpunim me ekipin e mësuesin, shkollës, me po. ekipin e shkollës, dhe në bazë të këtij planit individual përcaktohen edhe objektivat ose puna që do të punohet me këtë fëmijë. Dhe kjo është shumë pozitive. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio. U ndalëm shkurtimisht tek dita e mësuesit, por patjetër në minutat në vijim do të fokusohemi edhe më gjatë tek kjo ditë shumë e rëndësishme, e cila besoj që nuk ka të bëjë vetëm me një ditë të caktuar ku festohet, por kjo ju shoqëron gjatë gjithë vitit me sfidat, me përgjegjësitë, por edhe me sukseset që ju realizoni me nxënësit tuaj. Në këto momente shkëputemi për të ndjekur këngën I këndoj dashurisë tënde nga Petrina Kalaveshi dhe rikthehemi së bashku vetëm pas pak në studio. Është marrëzi e di kur bota tridën të ketë parë, do të skërcej me gzim si të shkërcejmë tani. I këndoj dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde. Rikthehemi në studio, miq, vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Manuel në programin Music Plus, dhe sot jam duke zhvilluar një bisedë shumë të veçantë, jo vetëm në kuadër të 7 marsit, sepse këtë bisedë kemi dashur ta përfshijmë në punën e përditshme, në sfidat, në arritjet që mësueset që kam në studio I prekin në përditshmëri, sikurse me mua sot është Monda, Genta dhe Monika. Përmendëm pak më parë ato rastet e suksesit, por unë e di edhe në bisedë që kishim jashtë mikrofonit, ju ishi duke ndarë patjetër shumë raste suksesi. Prandaj nuk e di çfarë mund të tregoni më tepër për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këto momente, ato raste konkrete ku puna në ekip ka sjellë një ndryshim pozitiv tek nxënësit tuaj. Kemi patur dhe shumë raste suksesi. Mund të ndaj një rast. Një nxënës mbas mbarimit të shkollës së mesme
Ka ndjekur edhe studimet në universitet. Degët 2 vjeçare. Kemi disa raste që i kanë ndjekur. Dhe kjo patjetër kjo- është shumë pozitive po. tek ta. Një rast është akoma në ndjekje, domethënë në vitin e dytë në universitet. Edhe që më Edhe vonë prindrit- patjetër ata mund edhe të Po, punësojnë diku. dhe ne ndjehemi shumë të lumtur, por edhe prindrit ndihen shumë të lumtur për arritjet e fëmijëve. Patjetër është një ndihmë shumë e madhe, sidomos për ata prindër që janë përkushtuar totalisht fëmijëve të tyre. Po, Monika, e di që edhe ti do të ndajë një rast. Po, më kujtohet një rast i një vajze, të nxënëse me nevoja të veçanta, me të cilën kur erdhi në klasë të parë, kam dirë si të thuash një farë frike se si do ta vazhdoja punën time, që ta beja të ndihej e vlerësuar në klasë, e pranuar nga nxënësit, se si do të arrinte të kalonte vështirësitë që ajo kishte, por falë bashkëpunimit me Mondën, arritëm që ajo të socializoj me nxënësit, të afrohej, të ecte në mësime, dhe sot kur e takoj me maman e saj, ndihem shumë e vlerësuar, që e shikoj që ajo ka ecur përpara dhe Është një vazhdon. lloj nga frikë kalon në Po. krenari më pas. Ishte një sfidë, si mund të thuash, Po, se ishte një rast patjetër. shumë i veçantë dhe i vështirë, dhe mendoj se kemi arritur që ta kalojmë me sukses. Edhe fal bashkëpunimit me prindin, Është shumë i nevojshëm. ishte një bashkëpunim shumë i mirë dhe me mësuese Mondën. Dhe shikoj që nga fillimi i viteve sot, edhe i prindrit janë më të e pranojnë më mirë atë gjithë përfshirjen e nxënësve, më Po. përpara kanë qenë më Atë unë e Më bëra të edhe pak informuar. më pak. Më jo, pak, të po, filluar. më tani nuk e kam problem nëse në klasë janë nxënës me vështirësi në të nxënë, nuk shfaqen rezistencë që këta të gjithë përfshihen me E ke fjalën klasë. për prindrit e fëmijëve të tjerë. Po, prindrit e fëmijëve të tjerë, më përpara tregonin rezistencë Ne kupton. në pranimin e këtyre fëmijëve në klasa që të Prandaj dhe puna e vazhdueshme edhe ky bashkëpunim mes prindërve, mësuesve, shkollës është shumë e rëndësishme sepse kjo Por dhe fëmijët me njëri tjetrin tani nuk e shikojnë si një fëmijë ndryshe nga ata që janë në vetë. Dhe i pranojnë ashtu si qash, mundohen të ndihmojnë njëri tjetrin, të shfaqin të njëjtën dashuri. Kjo është shumë e rëndësishme sepse këtë gjë do ta reflektojnë edhe për te Po. klasës. Dhe Në ambientet e tjera ku ata shumë janë. fëmijë me nevoja të veçanta kanë ndjekur edhe shkollën e mesme, sidomos shkollat profesionale, shkollën TIK. Të tregoj një rast që çdo ditë takoj një nxënës që ka qenë ish nxënës në shkollën tonë me nevoja të veçanta, çdo ditë e takoj dhe tregon që mësuese unë sot dje mësova këtë ose çdo ditë tregon diçka të re. Ai ndjek shkollën e mesme. Dhe besoj që Dhe ju ne ndjehemi krenoheni me këto raste. krenohemi, domethënë me këto raste suksesi. Por jemi duke folur kaq shumë për sfidat edhe e di që puna me nxënës karaktere të ndryshme është gjithmonë edhe tepër sfidë, kanë tjetër bashkëpunimi me prindrit, problemet që ata sillin me vete sepse është e pashmangshme. Dashur pa dashur i reflektojnë ambientin e klasës. Prandaj, cilat janë sfidat më të mëdha në ndërtimin e një kulture bashkëpunimi në shkollë dhe nga tjetër ju si keni kapërcyer këto sfida apo si mund të kapërceni? Po, një sfidë mund të them që është mungesa e kohës. Mund të them edhe shpesh edhe komunikimi nuk mund të ketë shumë rezultat. Varet nga mënyra se si edhe është javë dhe prindi për ta kuptuar. Pra duhet të gjejmë një gjuhë të tillë komunikimi edhe me prindin për t'ia bërë të qartë edhe atij mënyrën e punës dhe se si duhet të vazhdojë ecuria, është ajo që thatë pak më lart ju që kjo punë e nisur nga mësuesi nuk do të vazhdojë vetëm në klasë, por do të vazhdojë edhe në shtëpi. Kjo është një sfidë. Sepse ndryshe nuk ka për të pasur rezultat pozitiv. Jo. Por një sfidë tjetër është dhe gjendja sociale-ekonomike e familjeve. Ne jemi një shkollë ku kemi shumë familje që kanë vështirësi dhe në nivelin sociale dhe ekonomike të prindërve. Po. Por prap ja kemi dalë, domethënë.
me takime të shumta të erpasteshme dhe me prindrit. Gjithashtu edhe teknologjia, do me thënë janë futur risi në teknologji, ku mund të trajtojnë edhe temat, të informosh, të bësh diçka mbasdite. Prindi e ka të pamundur nga gjendja ekonomike që se mundëson dot edhe teknologjinë. Thjesht edhe për ta informuar edhe prindin si të punojë në shtëpi, por ja kemi dalë edhe kësaj sfide duke bërë takime të shumta në shkollë, në ekip, bashkë dhe me shërbimin psikosocial të shkollës, takime të erpasteshme. Është ndërtuar edhe një klimë besimi. Po, sepse me vitet besoj që besimi nuk mund të ketë ecuri. Do shkëputemi pak sa nga kjo temë për të dalur tek dita juaj, e cila përkon për gjatë fundjavës, patjetër ju do të festoni, sikurse edhe shumë mësues dhe mësues ditën e nesërme, sepse meritoni të festoni përpos sfidave, vështirësive, punës së vazhdueshme. Dua t'ju bëj pak sa nostalgjike në këto momente dhe t'ju kthej ndoshta shumë vite pas. Si kujtoni ditën tuaj të parë si mësuese? Shumë më ka gjatë. Ndoshta kemi qenë të reja në moshë. Kemi qenë patjetër. Kemi qenë shumë të reja, të sapo kemi dalë nga shkolla dhe jemi punësuar. Megjithatë edhe me sa më kujtohet, kam punuar për të parë në Libonik, atje po, dhe me sa më kujtohet kisha fëmijë shumë të mirë dhe e mbaj pak a shumë ditën e 7 mars, ditën e parë. Po, 7 mars i parë. 7 mars e mbaj mend me një dashuri të madhe nga fëmijët, mos do e mbaj mend një fëmijë ishte sa i dashur ishte dhe çfarë kënd po dhe shumë i zgjuar në mësime. Do të thënë e mbaj mend shumë të fëmijë të tillë. Edhe më është drejtuar me një buqet me lule që më ka uruar 7 marsi. Do ta kujtoj. Patjetër, është një eksperiencë e parë. Pavarësisht se vitet kalojnë edhe ju festoni. Po megjithatë, është një lloj sikur të mbajmë edhe në mend mësuesin ton të parë. Po, është e vërtetë. E mbajmë shumë ajo të dëshira jonë kur ishim të vogla që dilnim për të blerë një dhuratë të vogël mësueses. Vizitën që i bënim në shtëpi. I bënim edhe një vizitë në shtëpi mësueses, ajo që raste që na vendim se me kura bie që bësh atëherë. Nostalgji. Dua të pyes dhe Mondën për ditën e parë dhe Monikën dhe më pas kam një tjetër pyetje që më erdhi spontanisht nga ajo që edhe Kenta thamë. Po Monda. Edhe për mua, domethënë kanë kaluar shumë vite, por e kujtoj vitin e parë të punës me shumë nostalgji dhe me shumë emocion. Por unë doja të ndaja një urim që erdhi i vjet nga nxënësi i parë, domethënë kur kam marrë bresin e parë. Dhe unë kam gati 30 vjet në arsim. Fillimisht kam punuar në ciklin e ulët, kam punuar edukatore dhe së fundmi gati 15 vjet si mësuese ndihmëse. Por I ke provuar thuaj se të gjitha ato. Një surprizë shumë e bukur sepse për 7 marsin më erdhi një urim nga një ish nxënës në vitin e parë të punës. Wow. Dhe ishte një, domethënë, një emocion shumë i veçantë. Ai nuk jeton këtu, jeton në Greqi. Dhe urimin e tij e kisha. Mësuesi i parë nuk harohet asnjëherë. Po. Është dhe kënga që është titulluar mësuesi i parë. Dhe urimi i tij ishte mësuesja ime e parë. Faleminderit që më ke mësuar, më ke dhënë dije në hapat e mi të parë, më ke mbështetur, më ke motivuar dhe fal teje un jam këtu ku jam sot në ëndrrën time duke u bërë një inxhinier i Zotit në profesion. Ky ishte emocion, domethënë dhe një urim shumë i veçantë. Dhe një mirënjohje edhe nga, dhe një mirënjohje edhe nga familja e tij. Është ajo që përmendja pak më parë që edhe pse ne mund të jenë tashmë ish nxënës, familjarët gëzojnë patjetër shumë respekt për punën edhe për atë që po ishte edhe një surprizë shumë e bukur sepse pas 30 vitesh, domethënë, një urim i tillë. Po, nga një ish nxënës. Monika për ty? Po, vitet e para të punës për mua kanë qenë në pirk. Viti i parë ka qenë shumë emocionues, ose dita e parë që kam hyrë në klasë, duke parë ato fytyrat e fëmijëve që cila mësuese do na vi, si do jetë, do të jetë e rreft apo do të jetë e qeshur, e dashur. Dhe pas shumë vitesh, në një trajnim që kemi bërë te Hotel Grandi, më kanë përqafuar nga mbrapa në momentin që po bënim trajnimin, dy
Tani nuk ishin më fëmijë, po ishin mësues ata që po Kolege. trajnoheshin. Dhe kur i shikoj nuk i njojta, por më thanë që kemi qenë nxënësit dhe tu në pirk, të dy ishin motrella. Dhe jam emocionuar shumë. Patjetër. Shumë e bukur edhe kjo, domethënë si. Por ju As si kishin kujtoni- kaluar gati 20 vjet, domethënë nga. Dhe keni kaluar shumë breza dhe Po, patjetër me të breza. drejtë. Dhe kur na po. flasin në rrugë nuk i mbajmë mend, domethënë ne si Ose mund të fytyra. themi që sot në shkollën tonë ka nxënëse, ish nxënëse tona që tani janë bërë kolege me ne. Po. Kanë erdhur po punojnë me ne bashkë. Dhe kjo Dhe është një është tjetër kënaqësi, po, emocion, ëh? është emocion vërtet. Se të afrojnë të drejtojnë me atë mësuese. Sepse ju mbeten ka nga qenë ato po, ndroje imazhi me ynë i mësuesi. mësueses. Pra se tani jemi kolege me ato, por prapë ato na drejtojnë me emrin mësuese. Po ju si e kujtoni mësuesin apo mësuesen tuaj të parë? Me shumë dashuri. E vërtet. Unë në pjesën e fillores kam kaluar disa mësuese dhe i mbaj mend shumë mirë sepse kanë qenë shumë të mira. Por mbaj mësuesen e parë, Liliana, e ka pasur emrin, ka qenë një grua shumë e bukur. Tani jetoj në Tiranë, por ishte imazhin e saj e kam akoma. Dashurinë dhe përkushtimin që na jepte ajo mësuese, unë i kam akoma ende në kujtesën. Për ty, Monda? Kurse unë vazhdoj të mbaj lidhjet akoma Wow. me mësuesen e parë. E uroj çdo 7 mars dhe e kujtoj gjithmonë. Sepse ka qenë shtylla kryesore në formimin tim, në hapat e mi të parë. E vlerësoj vërtet shumë dhe besoj që je gjithmonë edhe më tepër jo vetëm nostalgjike, por kushton shumë rëndësi këtyre detajeve, elementeve të cilat ju lidhin edhe midis brezave. Kemi dhe shumë raste për të treguar, po ne zgjodhëm disa. Mund të tregojmë raste pa fund, domethënë, Patjetër. që kam patur shumë emocion. Edhe unë një ditë rastësisht në rrugë takoj prap një ish nxënëse me vajzën e saj. Vajzën e saj kishte në klasë të parë. Unë nuk e njihja sepse kanë kaluar vitet dhe kanë ndryshojnë. Ajo më prezantoi mua te vajza e saj si mësuesen e parë. Me thënë dhe kjo ishte një emocion shumë i veçantë. Patjetër. Dhe fëmijët i përjetojnë ndryshe. Do ne di këtë shumë mirë dhe. Kështu që roli Ja, mësuesit vajza ime. është shtylla kryesore për formimin e brezave dhe të ardhmen e tyre. Ka një rol të veçantë. Monika, ti si e kujton? Po, mësuesja e klasës së parë, mësuese Stefania. E kujtoj si një mësuese shumë të dashur, të përkushtuar, me atë zërin e ëmbël të ngrohtë, që gjithmonë insistonte në ai shkrimi i bukur që unë e Bukur kisha një shkrimi, çik po. pikën time të dobët, domethënë. Dhe gjithmonë kë më ngulte në çdo gjë. Me shumë dashuri dhe më kujtoj dhe mësuesa e matematikës në 8 vjeçare, mësuese Vasilika. Dhe ishte nga mësuesit e mia të preferuara. Shumë e përkushtuar. Ishte edhe ai respekti, Po, ishte jon për respekti. mësuesin, mirënjohja, dashuria. Dhe me qënë se e përmënde këtë, Monika, si e shihni sot figurën dhe rolin e mësuesit në shoqëri, ndoshta krahasuar me vitet e mëparshme. Duke qenë se secila prej jush ka dashmë shumë vite në arsime dhe gjërat kanë ndryshuar. Shoqëria ka totalisht. ndryshuar, Ka teknologjia ka ndryshuar, bërë po. punën e vet, por profesioni i mësuesit kërkon më shumë përkushtim. Tani. Në këtë shoqëri kërkon më shumë profesionalizëm. Më shumë aftësi, domethënë për t'ju bërë mballë të gjithave situatave dhe vështirësive ose sfidave. Jo vetëm në atë përgatitjen akademike. Po. Po. Duhet Unë jetë mendoj që prindri, domethënë duhet jenë ata që duhet ju ushqejnë ose edukojnë më shumë fëmijët me dashurinë për arsimin, për dijen, po dhe për mësuesin, që të kenë respekt, ta dëgjojnë. Sepse shikojnë tani në vitet e fundit që roli i prindrit është të zbehur pak në këtë aspekt. Ka prindër që nuk është se i edukojnë fëmijët me respektin ndaj mësuesit dhe ndaj fjalës së mësuesit, ose në marrjen e dijeve, sidomos dhe në leximin e librave për shembull jashtëshkollor, në mënyrën se si punojnë me fëmijët e tyre dhe në shtëpi, duke e lënë pak barën më shumë shkollës se sa rolit të tyre si prindër. Është vërtet, dhe kjo Është është më duke u kompleks, reflektuar. roli i mësuesit është më kompleks. Domethënë përveç pjesës së mësimdhënies që kemi ne si mësues,
Ne jemi të njëjtën kohë, jemi edhe Psikologë. jemi dhe model, jemi dhe udhëheqës, jemi dhe ndërmjetës. Në këto marrëdhënie që përmendë pak më parë dhe Monika, me prindit që puna jonë vazhdon edhe më tej me prindin në shtëpi. Jemi dhe një burim njohurish, mund të them, edhe për prindin, sepse hasim çfarë ndodh. Hasim vështirësi shpeshherë kur në ato detyra që japin fëmijëve, ka prindër që nuk e kuptojnë. Dhe duhet që t'ua shpjegosh edhe prindit për të punuar më pas ai me fëmijën. Dhe unë kam një rast konkret Kjo për fajt të kujt? të mos shkollimit të prindit. Mund të them që janë nga ata breza që normal kushtet e jetesës i kanë detyruar të emigrojnë dhe tani janë rikthyer në Shqipëri dhe punojnë në mënyrë private apo shtetërore, nuk e di, por edhe kanë ngelur thash të paplotësuar në arsimin e tyre. Dhe kjo ndodh pastaj që këtë e lej në gjurmë dhe tek edukimi i fëmijës. Më pas edhe teknologjia ndikon. Teknologjia po ndikon shumë. Ndikon shumë dhe teknologjia. Domethënë po të bashkë me mendimin e Monikës që ka prindër që nuk i shtyn fëmijët më tepër të lexojnë një libër jashtëkollor. Kjo është një nga sfidat më të mëdha që ne kemi. Domethënë mjaftohet ai prind më mirë të ketë një Leximin e celular librave. përpara, të luajë një lojë apo të lexojë diçka tjetër jo të hijshme për fëmijën, sesa të ketë një libër jashtëkollor për të lexuar. Nëse ne pyesim çfarë dhurata dëshironi të merrni për vitin e ri ose për ditëlindje, mund të jenë shumë të pakta ata fëmijë që kërkojnë një enciklopedi ose një libër jashtëkollor. Më shumë kërkojnë telefona, PlayStation, pra të fokusuar totalisht tek materialja edhe mbi gjitha tek ose që të shikojnë edhe emisione edukues ose shkencor në kuptimin për natyrën, për kafshët, për gjallisat. Ajo me të cilën kalojnë kohën më shumë janë lojrat në telefon. Dhe kjo reflektohet patjetër në klasë. Kjo është nga sfidat më të mëdha që kemi ne. Por megjithatë, duke pasur vetë profesionin tonë dhe këmbëngulës, kemi pasur rezultate dhe i kemi. Po, mund të bëjmë dhe gara dhe sfida, për shembull që ne kemi bibliotekën e shkollës. Dhe për shembull unë me brezin që kisha vjet, e lam që në fund të 3 mujorit ai nxënës që lexon më shumë libra, do ka më shumë kartela të librave, duke bërë skedat. Do të merrte një libër dhuratë. Edhe ata punën në garë me njëri tjetrin, motivonin patjetër konkurrenca pozitive. Por edhe të tregonin për mbajtjen, jo vetëm ta merrni dhe ta sillni librin nga shtëpia në shkollë. Në lidhje me librin kam bërë dhe një aktivitet unë me Mondën veprimtarit të tjera, veprimtarit të tilla edukative me brezin që përcoa sepse këtë vit kam klasën e parë. Dhe kemi bërë shumëtari në bibliotekën e qytetit tonë apo në qytetin e fëmijëve. Me institucione të tjera, domethënë, bashkëpunim. Shumë aktivitete veprimtari dhe fëmijët në një farë mënyrë edhe janë nxitur sepse në fund janë shpërblyer me certifikatë, me një dhuratë dhe janë ndier shumë mirë. Ku në këto veprimtari janë përfshirë dhe prindrit. Ne vjet kishim shumë projekte të bukura ku i përfshim edhe prindrit. Gjë që kjo vite më parë për shembull ndodhte shumë pak. Nga ajo që ne mund duke i bërë dhe prindrit, domethënë pjesë të veprimtarive, të aktiviteteve të ndryshme. Sepse edhe fëmijët duke parë prindrit ndihen më të motivuar. Duke parë prindrit duke shembulli më i mirë është mënyra se si ne veprojmë dhe jo ajo që ne themi, dhe nëse ata i shohin prindrit me një libër në dorë apo të përfshirë në aktivitete të tilla dhe ata do të duan të përfshihen edhe do të marrin atë shembull. Në shumë projekte edhe nga platforma iTwinning, ku në shumë projekte kemi qenë edhe projektet tona janë vlerësuar në tema të ndryshme në bashkëpunim edhe me programin mësimor. Po, më kujtoj një projekt që kemi bërë të ushqimi shëndetshëm, ku së bashku i shpon fëmijët e qendra profesionale bashkë me prindrit, kemi qenë të treja me të dy klasat që kishim. Dhe ai ka qenë një aktivitet shumë i bukur. Po, sepse ishin dhe prindrit që gatuan, ishin dhe fëmijët. Bënë postera, lexuan mesazhe, po dhe i prekën veti gatuan ushqime. Është një aktivitet shumë i mirë, që besoj që mund ta sugjeroni patjetër për prindrit, ta praktikojnë gjithmonë edhe më tepër. Këtë metodë, paktën në fundjavë, për të gatuar diçka të thjeshtë, një kek, disa biskota së bashku me fëmijët, sepse ata ndjen të përfshirë. Edhe shumica e fëmijëve se kishin vizituar ndonjëherë këto institucione. Kështu që
Janë eksperienca që ata janë eksperienca që ata edhe vizitime në muzeume. Edhe këto janë eksperienca shumë të mira për ta, sepse nuk mund të them që jo të gjithë fëmijët i njohin rrugët e qytetit tonë. Po, ka fëmijë që nuk e di në parkun Rinia, për shembull, kemi pasur breza që kur i pyesi, domethënë mund të kishin zbritur deri tek Trekëndëshi dhe te pjesa poshtë. Nuk ka aktivitetet e shumta që bëjmë janë sa argëtuese për fëmijët, por edhe aq mësojnë prej tyre. Edhe janë të ndërthurura. Janë shumë të rëndësishme për të ndërthurur dhe me temat mësimore që ju jepni ditë pas dite. Aty janë fëmijë të vegjël dhe ata motivohen thjesht edhe me një vlerësim, me një diçka simbolike të vogël. Edhe kjo do të shërbejë jam e sigurt edhe në të ardhmen, sepse nëse i mësojmë me këtë metodë ata do të kenë një vlerësim më të madh, do të kenë shumë besim tek vetja, edhe për të qenë pjesë e konkurseve, për të bërë gara të ndryshme me bashkëmoshatarët e tyre. Dhe sidomos fëmijët me nevoja të veçanta, asnjëherë nuk lihen veç këtyre veprimtarive. Por edhe brenda klasës, të motivuar gjithmonë, qoftë me një duartrokitje para klasës, me një vlerësim të njëri tjetrit, duke vlerëson njëri tjetrin. Pak më parë që patjetër përfshihen jo vetëm në aktivitetet brenda shkollës, por edhe për rikthyer pak fytyrës më lart që thatë ju përmendën raste konkrete. Tek brezi që për çfarë vit kisha një fëmijë por me nevoja të veçanta fizike. Por fal bashkëpunimit me Mondën dhe sidomos prindit, ai ishte një fëmijë që pati sukses në çdo fushë. Dhe ishte ekselent. Ishte ekselent. I pari klasës. Ishte ekselent, por pavarësisht pa aftësisë së tij fizike, ai krijonte, kishte një sejder dhe kërkonte që të arrinte çdo gjë dhe një lloj si fëmijët e tjerë. Domethënë dhe të rrinte, të këndonte, dhe të kërcente, të bënte një garë, të punonte, falmondës, shkruan së bashku, komunikonin së bashku. Ishte rast suksesi. Dhe është akoma aty ku është tani në shkollën 9 vjeçare. Më vjen mirë sepse është një punë e madhe nga gjithë elementet, është ai Trekëndësh, mësuesi, print, fëmijë, por edhe komuniteti për mënyrën se si i mbështet dhe i motivon. Do të kemi një shkëputje tjetër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio, për të ndalur tek diçka e fundit, por pa humbur kohë ju ftoj të ndiqni këngën Kjo botë kërkon për një ero kënduar nga Gloria Nure. Për një ero sot, por më të madhin njohim ne, i plot fuqish mi mbret mi mbretën, sondimtari kombeve, i cili mori trajt shërptori, dhe vdi që ne të gjejmë shpëtim, ne shpalim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. Ne shpalim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. I plot fuqishmi është heroi, nga zgjedhje dhe vdekjes na çliro, me Jezusin e s'kemi frikë më. Djalli ikën para ti, drita e ti do shdrisë mbi konde, me shtatresi e do të vi, ne shpalim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni,
është kampioni, fitimtar. Ai është kampioni, fitimtar. Kjo vot kërkon për një hero është kënga që na rikthen në studion e programit Muzik Plus. Ka qenë një bisedë shumë e veçantë sot me mësueset në studio. Dhe në fakt ato kanë ndarë nga përvojat, eksperiencat e tyre, sfidat, sukseset. Dhe e di edhe jashtë mikrofonit ishim duke thënë me njëra tjetrën që ka shumë për të thënë, ato që ju bëni qoftë edhe Monda si mësuese, ndihmëse, por minutazhi kaq na lejon për zhvilluar këtë bisedë dhe në fund të intervistës sot patjetër nuk do t'ju lë pa përcjell një mesazh për nxënësit, kolegët tuaj me rastin e 7 marsit. Atëherë, gëzuar festën të gjithë mësuesve, unë dua të veçoj dhe mësuesit ndihmës në këtë ditë, sepse numri tyre këtë vit është shtuar. Dhe një mesazh që të punojmë fort, me përkushtim, me shumë profesionalizëm, sepse roli i mësuesit, siç e tham, nuk është vetëm profesion, por është një mision që vazhdon. Në veçantë dua të uroj edhe Sysh Zela Kokën, e cila ka lënë gjurmë në rritjen time profesionale, është një model, domethënë, për mua. Ju uroj asaj gëzuar 7 marsin, sepse është njeriu më i veçantë që ka ndikuar në arsimin gjithë përfshirës. Nxënësve për nisë me urimin e parë, nxënësve do të thosha që të mos threshti së ndëruari dhe së mësuari. Sepse dija është forca më e madhe për të ndërtuar të ardhmen e tyre. Kurse kolegëve të mia, ose dhe kolegëve të gjitha, sepse i mësues e përfshi, do të uroja që të ruajnë në pasionin dhe përkushtimin, sepse çdo përpjekje e tyre lë gjurmë të pashlyeshme në jetën e fëmijëve. Gëzuar 7 marsin, ditën e mësuesit. Po, mesazhi im për kolegët ose për mësuesit e tjerë është që ta duam profesionin ton me gjithë zemër, ta ushtrojmë me dashuri dhe të mos harrojmë se çdo fjalë e jona lë gjurmë në shpirtin e një fëmie. Ndërsa për nxënësit e mi, që e kemi dhe si moto në klasë, është të mos dorëzojnë asnjëherë para vështirësive, por gjithmonë të tregojnë kurajo dhe të vazhdojnë punën e tyre. Edhe diçka për fëmijët. Po. Dhe sidomos për fëmijët me nevoja të veçanta. Asnjëherë, domethënë na kanë mbështetje në çdo çast, edhe asnjëherë të mos ndalen, domethënë të japin nga vetja, sepse në sytë e tyre ka shumë, shikoj shumë, kanë secili aftësi, Ka shumë potencial, patjetër. Kanë prirje, gjithë secili ka prirje në një fushë të saktuar. Duke patur edhe mbështetjen, gjithmonë do kenë mbështetjen tonë për të ecur dhe për të përparuar në arritjet e tyre. Dhe diçka që nuk mund ta le pa përmendur, 7 marsi është i lidhur kushtësisht me 8 marsin. Ju jeni nëna edhe jeni gratë të cilat jepni një kontribut shumë të rëndësishëm përmes profesionit tuaj në shoqërinë në cilën e jetojmë. Prandaj cili do të ishte edhe një urim i fundit për 8 marsin, për ditën e gruas? Për të gjitha gratë ta gëzojnë këtë ditë, sepse fal tyre bota është edhe më e bukur. Gratë janë ato që sjellin ndryshimin, sjellin arritjen, sjellin sukses. Mua më mungon mami prej disa vitesh, sepse urimi që bëja ishte drejt saj, urimi i parë. Dhe urimi që merrja nga ajo për 7 marsin ishte urimi i parë. Po ju uroj të gjitha gratë dhe të gjitha kolegeve, kush e ka nënën, domethënë të jetë sa më pranë afër saj. Sa mesazh i bukur. Edhe një urim me rastin e 8 marsin dua t'ja bëj një mikeshës sime, Eleni Kotellit, sepse është një nën eroin. Dhe ju uroj asaj kur të mos ndalet. Domethënë përpara se po përjeton një çast të vështirë, por asnjëherë të mos ndalet e të mos dorëzohet. E përshëndesim. Mua më ka mbështetje, domethënë. Do theksoja se
si thatë dhe ju që vetë nëna, gruaja, femra, është ajo që sjell forcë, sjell frymëzim. Jo vetëm në familje, por edhe në shoqëri. Dhe do theksoj që këtë ta vazhdojnë. Dhe gëzuar 8 marsin, të gjithë të nënave, kudo që janë. Edhe mamit tim. Po, dhe unë i uroj të gjitha nënat për kushtimin, për kujdesjen e tyre, ndaj fëmijëve, për rrugën e tyre të vështirë, t'i rritin fëmijët me sa më shumë dashuri për njëri tjetrin, sidomos me ndjenjën e tolerancës, mirëkuptimit. Ti janë gjithnjëherë një burim drite, Po. një frymëzim, Dhe një forcë. po, Ashtu siç Mbështetje. është figura. Siç është vetë figura e femrës. E femrës e nënës. Një urim për koleget. Mund ta shumë Urim të ndërsjelltë. Gjithashtu edhe për ju. Faleminderit. Edhe për ju si Edhe- drejtuese. Një urim të veçantë për të gjitha nenat, dhe sidomos të nenave që kanë fëmijë me nevoja të veçanta, sepse vërtet janë heroina. Heroina, vërtet. Për dallimin e Është një sfidë e Edhe nuk madhe. dorëzohen vazhdueshme. asnjëherë. sfidë. Me forcë, me thënë nuk dorëzohen. Unë ju falenderoj vërtet shumë, kënaqësi të zhvillonim këtë bisedë së bashku. Jeni gjithmonë të mirëpritura për të Faleminderit dhe ju. qenë në programin Muzik Plus. Ju uroj gëzuar 7-8 marsin dhe Faleminderit. ju falenderoj për këtë punë, këtë mision kaq të madh që keni ndërmarr, edhe që vazhdoni ta bëni edhe ta realizoni me shumë dashuri, me shumë përkushtim. Faleminderit edhe ju. Faleminderit ju për ftesën, ishte kënaqësi që ishim sot këtu. Edhe për mua shumë kënaqësi. Do të shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore dhe bashkë rikthehemi për të vazhduar me minutazhin e mbetur të programit Muzik Plus në ditën e sotme. Vazhdoni që ndroni në valët e Radio Emanuel. Shkëmbësh për ti.